ora vjen zore pe pleqve, thonë si mbroni do tokat e Çarravës. Se pleqët e Gjerdi kanë mbrojtur. Me mundësinë e tyre si kanë pasur të kanë mbrojtur. Ata i dinë me pëllim kullotat e fshatit Çarravë, ku kanë shkelur e ku janë vërtitur. Tash i dinë shumë mirë. Po si dinë, ata na thon, po na vjen zore pe tyre se po na thon në syt. Ora janë tokat që i ka blerë me Flori, gjyshi, stërgjyshi, tjetri. Haju nuk i njeh fare këto. Çan këto paketa malesh tash, marroset njëri atje dhe të marrosen tërë tash. Ku ne kemi bërë një hap të rëndësishëm për sa i përket pronësisë, duke ju dhënë mundësi të gjithë atyre që e kanë pronën faktike, por nuk e zotrojnë juridikisht, sepse nuk kanë dokumentat. Ky është një proces për të kapërcyer gjithë llojet e pengesave që janë burokratike ndukje, po janë edhe ligjore. Edhe për mos krijuar konflikte të reja, se boll konflikte janë krijuar në vite nga rrëmuja që është bërë me prona. Po lera të punojmë rahat, nuk po u kërkojmë të një gjë, po na leni rahat të punojmë neve, të na leni rahat se kemi marrë kredi që e ngrit atë biznes. Me kredi, ë? Po mor burr, 20 milion kredi ka marrë në bankë, që e ngrit atë biznesin, tash mos vete me në mërgim. Shtova bagtit gradualisht nga ca që të rri këtu. Pra ti erdhe se dëgjove kryeministrin në hajdenin në Shqipëri. Po dëgjova kryeministrin, po kur i fare të shtojmë plektorinë, të rrimë, të punojmë, të ecim. Po, të lej njëri të ecësh këtu e. Do detyrohen prap tash, ti mbyll ato. Se nëse mziren kullotat, bile se ato veme dhe atje do t'i tregojë stallat ku i kemi. Ngjitur me vendin që kërkojnë ta marrin ata. Do t'i tregojë edhe stallat, ndërkohë që ne do lëshojmë bagtit. Direkt do përplasen me zotërinj që do vitë marrjat, nuk e dim kush do vi, se cili është ai. Ju nuk e dini kush fshihet më rapa? Po, pas bëhet fjalë edhe nuk na jep njëri përgjigje, do t'i lëshojmë me qira thonë këta. Do t'i lëshojmë me qira. Pse nuk a japin juve me qira? Pikërisht këtë u tham atje në mbledhje. Ja ku jemi neve, nuk e di çfarë fitimi ke ti pe atyre tokave. Atë fitim që do marrësh pe atyre tokave, hajt na i thuaj neve. Ne ku t'i gjejmë ata që thonë, po hiki fare, po rrinë mal, që të mbaj gjallë atë sektor, se kush do shkojnë mal? Do shkojnë këta që rrinë me selfie, kështu që kjo është skandal. Duhet bërë patjetër 10 vjet. Por jo 10 vjet, bëja i mere, mjafton që ta përdorësh edhe stane. Ne taksat i paguajmë. 1 për 1. I keni paguar të gjitha? Nuk i paguam, u bëm gati për t'i paguar. Po? Ndërkohë që neve po bënim gati komplet siç ishin fermerë këtu. Në ditën që do vinin të paguanim taksat e tokës 2024-2025, na del prapë në mbledhjet e Këshillit e kishin futur rendin e ditës për të lëshuar tokat me qira. Po si mund t'i paguaj unë kullotat që këta po i lëshojnë me qira, unë vetë të paguaj taks? Për këtë taks bile si kemi marrë edhe zotërinjtë e Këshillit të bashkisë aty kemi, kanë erdhur me ne, thash urdhëro mi tregon mua kullotat që janë bosh, nëse më ze këto. E kuptoj. Erdhën në teren bashkë me ne, bile s'këta quan ajo që gjëja ka rënë dakord me neve. Nuk kam dakord tash jo, se këto toka këtu po na i zut, këtu kalojnë baktia vin pinuj këtu. Do të thënë ju morën firmat për të paguar qerat? Jo, firmë jo. Për taks, për çfarë morën firmat? Na i kanë dërguar kartat. Firmës sa ka marr fare në më burg. Kanë firma fare? Absolutisht firmë. Po të gjesë publike nuk kanë firma pro? Po ç'ne firmë më burg? Kush ka? Kundër të gjesë publike në rezervore. Firmat i kemi vënë në gjesë publike kundër. Po si erdhën këtu? Ne këtë s'po e marrë vesh, çfarë bëhet këtu në neve? Në të njëjtën kohë na kanë dhënë një tokë tjetër që e kemi këtu për krah, i themi neve Are Oranit ose më mirë them Grope Llukanit e quajmë ne të tërë këtu si Çarravë. Atë tokë nuk e mor me asë si na uzu. Po të vesh ta shikosh tash është rrethuar me rrjet anë mban. Do shkojmë ta filmojmë në fund emisionit. Do vëmë ta filmojmë edhe atë. Është rrethuar anë mban me rrjet. Iku ajo. Ajo ka mbarovi ka një vit. Viti rrotull. Kemi stanet po aty përballë që një stan aty, 2 stane që i kishin këtu, nga ky krau këte ikën ata. Këta zotërinj që kam unë të xhaxhajt këtu i mor baktiti kanë marrë sall tjetër me qira poshtë. Se kjo këtu eliminua kjo. Po pra po tani po zu dhe atje ku po zu atje i bie që hajt ikim. Ngelet më tokë në fshat, po zu dhe. Po s'ngelet më burr fare se nuk kemi ku kalëm. Ore në rast të parë ne i ruhemi kësaj se ai investitori që do vi të marrë atë tokë me qira atje. O do ta thurje do shahemi me të do ziremi. Se nerva kemi, o do vritet njëri. Këtë u thashën në Këshill. Nese pas nese do ta bani përgjegjësinë juve kur të vritet dikush atje në. Se totale është ndalene. Të njëjtën që kemi në krahan matan, që e kanë marrë edhe çelos ku ndahet kufi me neve. Ai zotëria se ka mbjell vetëm ferra ka atje se për të mbjell se ka mbjell ai. Thjesht për të marrë ato
suesionime çfarë marrin këta. Andezë, ai del aty në majtë e thot me libër shtëpie mos më hyni këtë mua. Se këtë është toka time. Pikërisht ta do me ne që mos na ngjajsin na ngjan me atë tjetrin andem atan. Sa ti ai tjetri vetë paguan 400.000 lekë tash i mban në kullote e fshatit tonë, ai thot këtu dua kaq lekë unë tash, që të vishti të lçosh baktit. Nuk e di si çfarë të bësh këtu në këtë vend, nuk dim çfarë të them. Faleminderit. Të nderuar miq, jemi në mes të një diskutimi shumë të nxehtë. Ky diskutim herët ose vonë do shtrihet në gjithë Shqipërinë. Paketa e maleve, investitori strategjik, panele diellore, diku një marrje uji në emër të agroturizmit apo bizneseve turistike Buzdetit. Shqipëria po shkon në konflikt nga cepi në cep. E banorët po thonë që ne nuk po na quajnë shqiptar në tokën tonë. Me njerë pas publicitetit do rikthehemi me banorët e Çerravës, janë shumë për të folur.